Partia Demokratike nuk i friksohet kohës që ka në dispozicion deri në 9 nëntor, ku do të mbahen edhe zgjedhjet e pjesëshme për Bashkinë e Vlorës. Këtë fakt e konfirmon kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Shara. Shara thot se Partia Demokratike ka programin e vetë dhe ky program do të jetë në unison edhe me atë të kandidatit të pavarur Dionis Sota. Ne kishim një program tonin edhe para 2 vjetësh, kishim një program tonin si Parti Demokratike bashkë me aleatët, përpara disa muajsh u zhvilluan zgjedhjet parlamentare dhe natyrisht në këtë pjesë ishte edhe ajo pjesa jon lokale dhe kjo do të azhonohet me zhvillimet më të fundit. Sipas Sharës, Partia Socialiste nuk ka program. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Shara, thot se kryeministri Rama ka marrë të gjitha pushtetet për vete. E kemi parë që Rama s'ka as program, as kandidat, vazhdon me teorinë e timonit dhe tepsit, i ka marrë të gjitha pushtetet me vete dhe për vete dhe më e fundit ishte edhe dekreti antikushtetues i presidenti për të cilin folëm në fillim, por këtë le ta zgjidhin në institucionet përkatëse që janë gjykata kushtetuese dhe të tjera. Partia Demokratike pritet që pas zgjedhjeve të pjesëshme të 9 nëntorit të bëjë edhe analizën e zgjedhjeve të 11 majit. Shara thekson se kjo analizë do të përfshijë të gjitha strukturat deri tek antari më i thjeshtë. Tjetër, ne kemi nxjerrë ato konkluzionet tona, por siç edhe ju e thatë, nuk është se këto janë bërë në mënyrën formale më të dur, sepse një analizë nuk i përket një qyteti apo një bashkie, por i përket gjithë strukturave të Partisë Demokratike, duke filluar nga baza, nga antari më i thjeshtë dhe deri në kryesinë qendrore të saj. Por le të fokusohemi dhe le të kemi gjithë vëmendjen te këto zgjedhje të pjesëme vendore, sepse edhe një herë theksoj kanë shumë rëndësi për hallet dhe shqetësimet e qytetarëve. Ju e shikoni ku është katandisur Vlora, madje edhe qytetet të tjera që kanë drejtues të Partisë Socialiste nuk janë në këtë situatë që është Vlora. Këtë mund ta konstatoni në qytetet të tjera dhe është e pakuptueshme pse Vlorën e kanë katandisur në këtë gjendje